Vizita e sekretarit të Rute në Sarajevo dhe Prishtinë është jashtëzakonisht e rëndësishme, për shkak se e para zhvillohet në një kohë të tronditjeve të mëdha gjeopolitike, dhe e dyta për shkak se mesazhet e tij rikonfirmojnë përkushtimin serioz dhe të palëkundur të Aleancës Veriatlantike për paqen dhe sigurinë edhe në Bosnjë edhe në Kosovë si dy pikat më problematike, duke pas parasysh rolin destruktiv të Beogradit zyrtar dhe duke pas parasysh angazhimin e vazhdueshëm secesionist të Milorad Dodikut nga Republika Srpska. Në këtë kuptim mendoj që edhe në Prishtinë zoti Rute riafirmoi vullnetin e palëkundur të NATO-s që nëpërmjet misionit të KFOR-it këtu të garantoj paqen dhe stabilitetin, duke u shprehur i qartë që nuk mund të lejohet kthim në vitet e 90-ta. Presidenti Osmani normalisht vlerësoi rolin e rëndësishëm të NATO-s që nga përfundimi i luftës në Kosovë deri më sot si një rol i rëndësishëm për ta garantuar stabilitetin e vendit tonë, për ta garantuar sigurinë e qytetarëve të Kosovës dhe integritetin territorial, e në këtë kuptim shprehu gjithashtu angazhimin e institucioneve të Kosovës për antarësim sa më të shpejt në Aleancën Veriatlantike si kurs strategjik i Republikës Kosovës. Ndonë se ajo theksoi pengesat procedurale që kanë të bëjnë me faktin që vendi ynë ende nuk njihet nga 4 shtete anëtare të NATO-s, mirë po përkushtimi që ne të lëvizim në drejtim të integrimeve euroatlantike është angazhimi i duhur dhe është përkushtimi i nevojshëm i institucioneve tona me qëllim që të lëvizet sa më shpejt edhe drejt normalizimit raporteve me Serbinë si problemi më i madh që mund të cenoj sigurinë dhe stabilitetin në gjithë Ballkanin Perëndimor. Në deklarimin e presidentes Osmanit, gjithashtu vlen të theksohet fakti që kemi të bëjmë me një përgjigje të drejtë për drejtë të entuziazmit të Serbisë, që përpiqet që presidentin Trump ta portretoj si shpëtimin e Serbisë kundrejt Kosovës. Në këtë kuptim, presidenti Osmani cilësoi mikun më të madh të Kosovës, presidentin Trump, dhe strategjinë e tij të paqes, paqe nëpërmjet fuqisë që tashmë veç se po rikonfirmohet dhe po reflektohet nga angazhimet jo vetëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe të vizitës së zotit Rute në rajon dhe të gjitha shteteve të fuqishme brenda Aleancës Veriatlantike për një rritje të kapaciteteve mbrojtëse nëpërmjet rritjes së investimeve për mbrojtjen, me qëllim që Aleanca Veriatlantike të jetë përgjigja më e mirë përballë çfarëdo rreziku që vjen si pasojë apetiteve gjeopolitike të Rusisë dhe të aktorëve tjerë keqdashës në botë.